Është pjesa koeficienti që na keni thënë që Çfarë vullit bollës kanë mesatarë 10.2? Problemi është që nuk na kanë dhënë as diplomat. Po jo, nuk e bëj. Sepse është lëndë e theluar dhe e ka zgjedhur nxënësi me qëllim që të marrë nuk e di që ne vull bollës tani ajo goca ka një emër, ai ka një emër, ata ta trajtojmë. Nuk po them domosdoshmë. Ata trajtojmë çështjen, mos ta politizojmë. Po e trajtojmë sepse doli që ku ka vend botës me 10 është thjesht tregues shifror. O doktor, po ju të gjitha universitetet i kanë nxjerrë me shifra të ndryshme, i kanë nxjerrë edhe vlerësimet. Disa me shifra me tek shifër, disa me vjeçe, disa ju i keni nxjerrë me 100.000, me 300.000. Po atëherë është formale, po atëherë janë rregull. Po është formale, pra është për treguar atë shkallën sepse po pra po si zgjidhje. A mund të shtoj diçka aty? Jo në konceptin e vjetës. Po shoh këto ditë që dalin secili, pastaj nxjerrin mbrapa që njëri flet si PS-ja, një si LSI-ja, një si PDU-ja, secili kanë ndaj variant, secili kanë ndaj variant vetë. Unë personalisht kam patur dëshirtime gazetarin. Edhe kur shoh listën, shoh që 5 lëndë atje i kam me 000 pikë. Këto 5 lëndë janë historia e arteve, historia e muzikës, psikologji, sociologji, filozofi. Këto 3 të fundit, psikologji, sociologji dhe filozofi, janë 3 lëndë që mua shkolla nuk mi ka ofruar të studioj. Unë jam munduar studioj biologji, letërsi të avancuar, dhe kam derdhur më shumë djerës të këto, ku shumë thjesht mund kisha studiuar psikologji, filozofi dhe sociologji, dhe nuk do isha munduar ka shumë, edhe mund t'i kisha marrë nota akoma më të mira. 2 të tjerat janë historia e arteve dhe historia e muzikës. Mua mi kanë qojtur 0 pikë këto, për të vetëm në arsye, sepse unë në dëftesi kam muzikë. Ka shumë rëndësi të fikserosh. Nuk është rëndësishme shumë. Ta mbaroj fjalën, lutem? Po jo, ka shumë rëndësi rastyt. Ta mbaroj edhe pak. E vetmja, gjëja tjetër që s'më shtuar, universiteti e kërkon historia e arteve dhe historia e muzikës, ndërsa mua në dëftes, ose në diplom, më shqojtur thjesht muzikë dhe arte. Për këtë arsye mua atje ma shqojnë 0 pikë, dhe unë e kam studiuar këtë lëndë, edhe e kam edhe 10 madje, adhe mua atje universiteti ma quan 0 pikë për të vetme në arsye. Ata e kërkojnë historia e muzikës, ndërsa unë e kam studiuar thjesht muzikë. Janë 2 lëndë, edhe të gazetaria nga 10 dekë, 5 i kam me 0 pikë, edhe kam qënë bashkë me i shokun tim në sekretaria, të sekretarja e dekanit mos gaboj tek Universiteti Gazetarisë. Mua ma dha përgjigjen që aty, në qofse ti si ke kryer, në qofse nuk e ke të shkruar trafik si që kërkojnë aty, ti e 0 pikë, ndërsa i shoku im e bëri ankesën dhe ka marrë një përgjigje, qofse ti nuk e bazuar në 10 degët që ke hedhur, qofse ato ndryshojnë emra, ti e 0 pikë. Kjo ishte përgjigja e thjesht që e mori. Mund ma shpjegoj, zotria, pse unë që e kam studiuar thjesht muzikë dhe universiteti ma kërkon historia e muzikës, mua ma quan 0 pikë. Ajo që unë mund shpjegoj, sepse unë nuk jam përfaqësues universitetit, po ajo që unë mund shpjegoj është kjo. Të lutem, po bën një loj fjalësh. Juve jeni ndërlidhësi jonë me universitetet. Ja ta shpjegoj unë. Juve i caktoni rregullat e lojës. Falenderoj, po e di se çfarë jam unë. Kështu që më dëgjoj. Regulatori. Juve po them, listin ndryshe. Del ministra flet si EPS-s, del zëvendës ministra flet si LSI-s, ju si EPDU-s, neve s'po marrim vesh neve. Do përgjigje apo jo? Po bëni politikë me neve. A do përgjigjen? Tani, edhe herë, vetëm ne nuk po bëjmë politikë me ju, sepse s'kemi asnjë lloj interesi për të bërë politikë këtu. Ne kemi ndërtuar një proces, ashtu siç ne gjykojmë dhe mendojmë që shkon drejt meritës. Tani, politikë bëjnë ata që ja veshin qeverisë një gjë që ne se kemi, veshin për të bërë politikë, s'kan asnjë arsye tjetër. Tani e lejmë këtë gjë, kthehemi ke rasti yt. Dhe mirë është që ti përqendrohesh ke rasti yt. Unë nuk mund të them arsyet, kam një ide që universiteti është shumë i qartë. Nëse se thu kush do mi thot? Ja ti them unë, edhe se kush ti thot. Tani, universiteti më shumë se çdo ent tjetër, apo çdo person këtu që shef në sallë, është, përveç rektorit, sigurisht që titullari i një institucioni të arsimit lart, është enti më kompetent për të përcaktuar se çfarë grup maturantësh do marrin auditorin e tij. Ai e përcakton, nuk mund ta përcaktojë qeveria apo një ent tjetër. Tani, rasti yt, po marr rastin tënd, the gazetaria apo jo? Gazetaria, pra Departamenti Përkatës dhe Senati i Universitetit të Tiranës ka përcaktuar që
Për të hyrë në gazetari, duhet që maturanti të ketë mbaruar këto lëndë, pavarësisht kurrikullit që ti ke zhvilluar. Dhe unë dua që ky student, ky maturant, të jetë pjesë auditorit tim sepse ka shanse më shumë që dali gazetar i mirë. Në fund të ditës, ne si qeveri, por edhe institucionet e arsimit të lartë, kanë interes që të nxjerrin gazetar të mirë, të nxjerrin jurista të mirë dhe mjek të mirë. Tani, edhe herë, ti, unë them që ti të kuptosh sistemin, më falë, që të kuptosh sistemin, edhe të kesh shanse reale, më falë, vetëm një sekond, tani, që të kesh shanse reale, ai po flet për gjë teknike, s'po flet për gjë politike. A mund të ndalosh? Ja jep dot përgjigjen ti atëre bëja pyetje zotit Boçit. Që të kesh shanse reale. Pyetje zotit Boçit do shkosh shkollë. Tani ai po flet për gjë teknike. Po Denis. Pjesën politike ju lash Ana teknike jam shanse. Gjëra teknike s'po ta bëj. Që të kesh shanse, o Lucian, na lërë vëlla të flas me këtë. O Denis, që të kesh shanse reale, ti duhet shikosh me shumë kujdes, e ke kohën në dispozicion, gjithë kohën në dispozicion, që shohish kriteret e secilit program të secilit universitet. Në qoftë se ty synon në Universitetin e Tiranës, ti shohish me radhë dhe kush janë kriteret që të parafrohen më shumë me lëndët që ti ke studiuar dhe merr pikë. Nëse tani nuk mund ta kthejmë gjithë shpjegimin. Po i kanë zgjedhur që fillim Klarent, i kanë zgjedhur që në vitin e parë, i kanë zgjedhur që në vitin e parë, si në vitin e tretë do i zgjidhte lëndët ai. Nëse do i zgjidhte ai në vitin e tretë, i kanë zgjedhur që në vitin e parë. Po bën thjesht loj fjalës. Unë që do të unë jam përgjigjen që mendoj unë se çdo të kanë zgjedhur që mund më kërkosh ti mua lëndë me zgjedhje në vit të tretë, ku lëndët me zgjedhje kanë filluar të zgjedhin në vit të parë.